ne kemi vështirësi të masim të tashme. Por ne që do të arrijmë të masim 100% të tashme, ne do kishim saksinë 100% për çdo të ardhmen. Por gabimet të vogla në matje na bëjnë neve që të jemi të paaftë të masim se cila ardhmë do jetë. Neve nuk e masim dot të ardhmen. Por ardhmja është eksaktësisht e shkruajtur, si na thonë. Një meteorolog, Eduard Lorenz, gjatë matjeve të tij për parashikuar motin, vendosi vlerat e matjeve, por nuk i vendosi shumë të sakta. Vendosi vetëm vlerën 0,605. Vlera e saktë ishte 0,605,127. Ai tha, mos i vendos ato numrat e vogla se nuk janë të rëndësishme, dhe vendosi vetëm ato kryesore. Mbasi bëri llogaritjet, në fund i doli një përfundim komplet ndryshe. Domethënë ai mendonte se do kishte një ndryshim të vogël për pak përqindsh, por ndryshimi ishte 100% komplet i ndryshëm. Që aty ai mori vesh që faktorë shumë të vegjël ndikojnë shumë tek ngjarjet, tek shkaku dhe pasoja, dhe bëjnë që të ndryshojë komplet e ardhmja, nga një ndryshim shumë i vogël fillestar. 12 vjet më vonë, në vitin 1972, kur ai shkoi ta prezantonte këtë zbulim në një konferencë, ai mori shembullin e fluturës dhe tha që kur një flutur lëviz krahët në Brazil, formohet një tornado në Texas. Edhe sot tek parashikimi i motit, ai bëhet gjithmonë e më i paparashikueshëm me kalimin e ditëve. Domethënë gabime shumë të vogla që maten sot, apo ndryshime shumë të vogla në atmosferë, temperaturë, presion, lagështirë e tjerë, bëjnë mundur që këto gabime të shtohen me kalimin e orëve apo ditëve, dhe mas një javë për shembull, parashikimi i motit mund të jetë komplet gabim. Ky efekt nuk është vetëm tek moti, por është kudo, në çdo fushë, në çdo veprim, në çdo ngjarje që ndodh në tokë, e kudo. Në ekonomi, një ndryshim i vogël në një biznes shkon dhe ndryshon bursat në shumë shtete në mënyrë të paparashikuar. Një lëvizje një personi që del një sekondë më vonë nga shtëpia për shkak të një pengese të vogël, mund të shkaktojë ndryshime shumë të mëdha, jo vetëm tek ai, por tek shumë njerëz të tjerë, në të ardhmen, tek brezat e njerëzve të tjerë me radhë. Nëse ikim sot me makinën e kohës në të ardhmen, si do ta gjejmë këtë të ardhmen nëse ekziston efekti flutur, ne nuk e dimë si do jetë. Ne do jemi vizitor dhe do shohim natyrën pas një efekti flutur. Por do dimë që edhe sot ne jemi në një të ardhme pas një efekti flutur, që ka ndodhur një efekt flutur. Domethënë në natyrë ndodh gjithmonë efekti flutur dhe ajo e tashmja, në një moment kohe, kudo që të jetë, është pasojë e këtij efekti flutur. Por çdo gjë është e kontrolluar, çdo gjë është e parashikuar, 100% e parashikuar. Neve nuk e parashikojmë dot, dhe në gabimet tona ne na del gabim e ardhmja. Por e ardhmja është e përcaktuar shumë saktë, 100% e saktë. Sot formula më të mira që kemi për matjen e saktë të ardhmes janë formulat e teorisë së kaosit. Megjithëse duket si teori kaosi, ato janë formula shumë saktë, shumë precize dhe janë më të mira sot për të matur të ardhmen.